Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka al-Mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala. Faleminderit të nësita vetëm Allah subhanahu wa taala sa ti përgjigjon që të lavdëroj dhe të begoj dëgumin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë ummetin e tij të vëzhgjuar. Të ndonë vëllezër, një prej fjalive dhe prej domethënieve që sillet në për diskursin e fetarëve është domethënia e numërimit edhe gjetjes edhe zbulimit të mirësive të Allahut në jetën tonë. Edhe prej fikut të dobët ose prej kuptimeve të dobët të njerëzit është kur nisemi numëru të mirat Allahut te barekuhu teala, mirë po i numërojnë tek haja, tek pija, tek shëndetja dhe nuk numërojnë të mira prej të mirat të Allahut azza wa jall që Allah azza wa jall ja mëson tek domethënia, tek fetaria e tyre, tek udhëzimi kështu më radh. Dhe Allah te barekuhu teala kur flet për këtë temë, thotë wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse ju munoni me i numëru të mirat të Allahut, nuk mundi me i numëru, thotë inna Allaha la ghafurur rahim. Mirë po Allahu është Ghafur edhe është Rahim. Allahu falë edhe është i mëshirshëm. Pse flet Allahu te barekuhu teala me këto dy emra të tij, me emrin e mëshirës dhe faljes, pasi që tregon që jo edhe me dashmi numëru të mirat e Allah subhanahu wa taala nuk mundi mi numëru. Sigurisht Allahu te barekuhu teala na thot ti edhe kur përpjekësh, edhe je shumë i koncentruar, me i përmend teksa i numëron, ki me gabua edhe ki nevojë për faljen e Allahut te barekuhu teala. Domethënë, teksa je tu i numërue thjesht mirat materiale, edhe të harrua mirësinë e namazit, të harru mirësinë e tauhidit, të harru mirësinë, nuk po e përmend si mirësi për mirësive të Allahut te barekuhu teala, ki ra diku në një farë gabimi e duhet me pas të nevojë më të kujtuar që Allah azza wa jalla është Ghafur, edhe është domethënë Rahim. Kështu që Allah azza wa jalla na fal për këtë gaflet që kena që nuk i numërohemi shumë prej të mirave që Allah te barekuhu teala na ka dhënë, edhe shumë të mira që i harrojmë, po më e keqja shumë të mira që kurrë një si kena minutë që janë të mira. Ose tash me të kallëzu që është e mirë, e konsideron të mirë po me bo mu koncentru, kur u kon hera e fundit që e kemi nu si mirësi, për mirësive të Allahut, ndoshta kur nuk ka ndodhur. Cila është ajo që po du sonte me pasën piknisin e kësaj ligjërate? Është një mirësi që në kuadër të reflektimit duhet me ndje si mirësi, po edhe me hit tek tema. Allah azza wa jall na është prezantuar nëpërmjet shpalljes. Allahu na ka folur për vetveten nëpërmjet shpalljes. Allahu na ka kallëzu kush është nëpërmjet shpalljes. Domethënë, ne njohjen e Allahut nuk e kemi thjesht koncept që nëpërmjet filozofive ose logjikimit kemi ardhen aty. Jo, Allahu te barekuhu teala na ka kallëzuar për veten. Dhe kjo është shumë mirësi e madhe. Domethënë, e adhuron Allahun subhana edhe e nje me emra dhe cilësitë e tij. E nje Allahun te barekuhu teala me veprat e tij. E nje Allahun te barekuhu teala se si e ka përshkruajt vetveten ai, domethënë në librin e tij. Saktësisht, besimi jon nuk ka vetëm dogmë që ne e pranojmë, nuk ka vetëm doktrinë që ne e pranojmë. Na edhe e përjetojmë, po edhe domethënë jetojmë ato. Për shembull, emrat e cilësitë Allah subhanahu wa taala, na i pranojmë si dogmë. Allahu ka këtë emër, po pastaj edhe e përjetojmë këtë emër të Allahut, po jo vetëm kaq. Tutje jetojmë me çat emër të Allah subhanahu wa taala. Për shembull, ne dimi që Allah është i mëshirshëm. Edhe jena shumë rahat e adhurojmë Allahun me qetësinë tonë kur e dimi që Allahu ka më na gjykon ditën e gjykimit. Domethënë nuk e pranojmë vetëm si dogmë, po edhe përjetojmë sa i mëshirshëm është Allahu dhe elhamdulillah që Allah është i mëshirshëm, edhe Allah na ka premtuar mëshirë. Me po edhe reflektojmë në kuadër të kësaj cilësie të Allah subhanahu wa taala për jetën tonë. Saktësisht thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që shënon Imam Ahmedi Abu Davudi, shërmoi thotë hadithi ose sahih për Abdullah ibn Amrit, thot arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata që janë të mëshirshëm, Allahu që është i mëshirshëm i mëshiron. Thot mëshironi ata që janë tokë, ju mëshiron ai i cili është domethënë në qiell, që është Allahu subhanahu wa taala. Kështu që një prej rrugëve të njohjes, që shënjë Allahun te barekuhu teala dhe cilësitë e tij është nëpërmjet një analogjie, e cila thot: dhuruesi i përsosërisë është më i denjë për atë përsosuri në plotësi. Që i bie, nëse te krijesat është diçka e mangët, ajo do të duhet të ishte e mangët edhe mja përshkruajt Allahu subhanahu wa taala. Nëse diçka do të duhet te krijesat është plotësi, edhe përsosuri, atëherë i bie që është përsosuri mja përshkruajt Allahu te barekuhu teala në plotësi. Për shembull, a është mangësi te krijesat më kon mosmirnjohës? A është mangësi te krijesat më kon bukshkelës? A është domethënë mos falëndërues mangësi te krijesat? Atëherë nëse është mangësi te krijesat, atëherë është mangësi mja përshkruajt Allahut mosmirnjohje. Kështu që Allahu nuk është mosmirnjohës. Ose në anën tjetër, a është plotësi edhe përsosuri me qenë falëndërues? A është plotësi edhe përsosuri me qenë mirënjohës edhe jo bukshkelës? Atëherë Allahu te barekuhu teala i përshkruhet Allahut cilësia e mirënjohjes,
i përshkruhet Allahut emri Ash-Shakir edhe Ash-Shakur, që Allahu është mirënjohës, domethënë sepse kjo është cilësi e plotësia. Dhe sot e kena pikërisht një ajet për surës Al-Insan që bën fjalë pikërisht për këtë cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Pasi na ka thënë Allahu azza wa jall se njeriu farkrijese dopt është, çish nuk oni përmendëm hiç. E çish është i kërcënuar me qenë mohues, edhe me shku në xhenem, e çish është i predispozuar me qenë pohues, edhe mirënjohës, edhe me shku në xhenet. Edhe na fol për xhenetin, edhe ne ka thënë detajet e xhenetit edhe veprat e ebrarëve dhe ibadullah, mas pam ti thot Allahu inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Thotë që kjo është problemi juve. Që kjo është problemi juve. Edhe çka bani ju, kjo është e falendëruar. Çka bani ju, keni me gjetë mirënjohjet e Allahut. Punët e juve çka i bani, përpjekjet e juaja keni me gjetë mirënjohje tek Allahu subhanahu wa taala. Domethënë, me thon Allahu që ka me të falendëru për punët e mira është më shumë se sa me thon ka me të shpërbly. Se me thon ka me të shpërbly, unë e baj çeket, ti më shpërblen. Jo. Ktu ka domethënë më shumë se sa shpërblimi. Mirënjohja e Allahut për krijesat e tij, mirënjohja e Allahut është diçka më e madhe se sa thjesht Allahu, domethënë me shpërblim. Domethënë për emrat e Allahut azza wa jalla emri Ash-Shakir, mirënjohës, edhe emri Ash-Shakur, që është shumë mirënjohës, më shumë se sa thjesht, domethënë në mirënjohje. Thot Allahu te barekuhu teala kur na ka thënë për xhenetlit, të cilët xhenetli para se të shkojnë në xhenet e kanë njoftë Allahun tokë. Edhe për njohjeve që e kanë njoftë Allahun tokë, e kanë ditë që Allahu është Shakur. E kanë ditë që Allahu është mirënjohës. Kur të hinë xhenet, xhenetlit thojnë wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun shakur. Thot alhamdulillah Zoti që na i heki mërzijat, që na i heki brengat, dynjaja u kon veni brengave, na prunin xhenet. Me të vërtetë Allahu është Ghafur edhe është Shakur. Me të vërtetë Allahu është falës edhe është mirënjohës. Pse këta xhenetli shprehen kështu? Pse kur të hinë xhenet edhe shohin xhenetin thonë shqyr Allahi që Allahi na pruni këtu, e Allah është falës edhe është mirënjohës. Se kur ta shohin shpërblimin e madh, thonë po na si kena pas punë për çështën e shpërblimit. Po veç na ka falë edhe u ka mirënjohës, se kjo s'mundet më kuptu ndryshe. Domethënë ti merr edhe kujtosh a ki bën në xhenet, nuk del ndryshe, vetë se Ghafur Shakur. Domethënë ka marrë çdo se Allah është Ghafur, ka marrë çdo se Allah është Shakur. Allah më ka falë, edhe u ka mirënjohës, më ka falendëru për pak punë të mira që kam bën, më ka thënë çka shpërblim të madh, se kjo nuk ka domethënë shpjegim, sikurse xhenetlit kur thonë çështu, thonë na nuk e meritojmë. Na e dim që nuk e meritojmë çështu. Ndoshta thjesht me shpëtupi dënimit, po me pas gjithë këtë shpërblim, me pas këtë shpërblim të mahnetshëm nuk e meritojmë, mirë po domethënë është shpërblimi i madh i Allahu subhanahu wa taala. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma kur e shpjegon çka këtë ajet, falënderimi të kanë Allahut që na i heki brengat, me të vërtetë Allahu është falës edhe është mirënjohës, thot ghafara lahum al-kathir min as-sayyi'at. Shumë punë të këqija u ka fal. E kanë kuptuar kur hin në xhenet se zgjat ato punë të këqija që kena pas, edhe pas pronti në xhenet, çu shpjegohet kjo? Veç Allahu na ka fal. Wa shakara lahum al-yasira min al-hasanat. Edhe ka qenë mirënjohës për pak punë të mira që kanë bërë. Domethënë mi pas shpërbly për punë bashkë që kanë pas, nuk i kishin pas çashtu vënë në xhenet. Po kur mirënjohës Allahu te barekuhu teala ta shumëfishon domethënë shpërblimin më shumë se sa domethënë është domethënë vepra jote. Saktësisht shko është thelbi i çesaj domethënia që Allahu është mirënjohës. Thelbi ose baza e bot kuptimit që Allahu është Shakur. Allahu subhanahu wa taala in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. Do të nëse ju jepni borxh Allahut, domethënë jepni në rrugt të Allahut, jepni domethënë lëmosh. Nëse ju i jepni borxh Allahut, Allahu ka më jashtu. Domethënë ti e ke dhënë një, Allahu ta ban 10, ta ban 100, ta ban 700. Që kjo që ta shumë fishon është mirënjohja. Domethënë sot të ta pagu një për një. Një me 100, një me 700, një me 1000, një pa hesab. Që kjo që Allahu pa e shumë fishon, që kjo është mirënjohja Allahu te barekuhu teala, mirë po mas pam të thot wallahu shakurun halim. Allahu është mirënjohës edhe është halim, domthon përdëllimtar, nuk e ngut Allahu te barekuhu teala dënimin. Ti e bë punën me dënu, po Allahu nuk e ngut dënimin, ndërkësh në ajetin tjetër thot wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna inna Allaha ghafurun shakur. Kush e bani punë të mirë, na ja pranojmë dhe ja shtojmë, e Allah është Ghafur edhe është Shakur. Keni vëmendjen, te ajeti parë thot wallahu shakurun halim, me të vërtetë Allahu është Shakur, mirënjohës edhe është halim, nuk gutet me dënu. Edhe te ajeti 2 thot inna Allaha ghafurun shakur, Allahu është falës së Shakur, sikur thot ti kur gabon dush me ditë se të fali. Ti kur të rrshet, do të me ditë që nuk gutna me dënu. Edhe ti kur bën punë të mira dush me ditë se jam mirënjohës edhe ta pranoj. Pi veprës të vogël ta bëj një shpërblim të madh. Prej një hapi të vogël, unë ta jap domethënë një shpërblim shumë të madh. Dhe vetëm kaq në vëllezër.
sado që e përkryen veprën, sado që e përkryen udhëzimin, sado që e përkryen devotshmërinë, gjithherë domethënë duhet me pas bindje se përpjekja jote është e mangët nëse nuk plotësohet me faljen e Allahu te barekuhu teala, sikundër që sado që i devotshëm, edhe bën punë të mira, edhe pret shpërblim te Allahu te barekuhu teala, duhet me ditë se Allah është Halim, nuk ka të gu dënimin se edhe me dënu nuk të kish bë padrejsi. Domethënë ti e di se edhe me të pas dënu Allah nuk të kish bë padrejsi se e ke meritu. Edhe shpesh e ke tepru. Edhe shpesh nuk i nejt kontratën e Allah te barekuhu teala, ndaj është Imam Muhamedi, Sheikh Albani thotë hadithi ose sahih për Utbës, thot law anna rajulan yakhirru ala wajhihi min yawmi wulida ila yawmi yamutu haraman fi mardati Allah la haqqarahu yawm al-qiyamah. Nëse dikush prej ditës që e ka lind nona, rrin sesh dhe Allah te barekuhu teala dhe rri për tokë veç me fitu knasinë Allahut, me bot knasht Allah me të, thot ditën e gjykimit kur dale para Allahut që ket tan jetë me pas nejë sesh kish thon kana kon pak. Që ket ka me e pa shumë pak, mirë po kur ka me e pa që është pak. Kur robi e shet që vepra pak, po thot yawmul qiyamah, ditën e gjykimit për arsye se kimë nënçmu veprën kur ta shif shumë skena që ta bëjnë me dije madhështinë Allah te barekuhu teala, edhe se sa madhështore është çështja Allah subhanahu wa taala, mirë po perdja gafletin dynjë nuk e sheh, edhe vizioni nuk e ki qartë. Shekhur ka ardhur me Halim, diku tjetër Shekhur ka ardhur me Ghafur, diku tjetër ka ardhur me një emër tjetër të Allahut. Thot Allah azza wa jall: "Wa man tatawwa khayran fa inna Allaha shakirun alim." Kushdo që bën vepra më shumë se sa e kërkon thjesht norma e farzit, kush del te nafilet, kush i përkushtohet Allahut më shumë sa veç me kry farzit. Thot kush kryen vepra vullnetare, dinë se Allah është mirënjohës edhe është i gjithdijshëm. Dinë se Allah është mirënjohës edhe është i gjithdijshëm. Sigurisht Allahu te barekuhu teala po thot çka të bësh të mirë, mos u tut se Allah e di. Domethënë, jo vetëm që është mirënjohës, e di Allahu subhanahu wa taala çka i bën. Ti bavaki edhe ti ke harru veprën tonë të mirë. Po ky që është mirënjohës, ta harron ndoshta mas 20 vjet me ta shpreh mirënjohën për një vepër të mirë që ke bën. Ndoshta ti e ke harru edhe kujt ja ke bën atë vepër të mirë. Mirë po mas një kohë, ndoshta edhe pasardhësit e tu është Shekur, edhe El Alim e kthen domethënë çat sevapin edhe çat farën që e ke qit ti dikun, edhe një ditë domethënë ka me bi. Ndaj kjo ndërlëzur, kjo e fundit të qenit Shekur edhe Alim që duhet me pas konsiderat tek Allah azza wa jall, është shumë mirë me e ditë se në ekuacionet njerëzore njerëzit shumë i munon se njerëzit s'jaudin. Shumë i munon, madje edhe njerëz të mirë. Nëna njerëz të mirë ku ju bojnë mirë tjerëve, kur ju krijojnë njerëzve ura për me mrrin deri te një diçka, kur ja u krijojnë lidhjet, kur ja mësojnë fejen, kur ja u udhëzojnë, e pastaj këta bën bukshkelës, ose vënë në moment i caktuar do me kriju një film për me te kaluar mirënjohjen e më thonë vetë kom bë. Edhe pa ty e kisha bën. Domethënë ti mundesh me bë filmin, po ti s'u kallzon Allahu atë çka Allahu e di. Ti s'u kallzon Allahu ndryshe se si ka qenë skenari dhe regjia. Kur arsye bën punë të mira, tu e di që Allahu e di. Edhe lejta Allah te barekuhu teala. Po edhe kundërta, kjo është kërcënim. Kushdo që tenton mu kon bukshkelës, edhe mos mirënjohës, edhe mu bazuan vetvete dhe jo në sebepet që Allah azza wa jalla ka dërguar për të qenë aty ku duhet mu kon mirënjohës ndaj Allahut, pastaj ndaj krijesave, do dije se filmi edhe komploti nuk e ndron kaderin e Allahut azza wa jalla. Allahu e ka bë kader, ti u uzum dur të filonit. Allahu e ka bë kader, ai s'ndrohet, më u krye punë. Ti e ke kuptuar filan meselën dur të filonit, ai nuk ndrohet. Ti për shembull i ke bë pasuni ose ke bë famë ose ke bë pushtet ose ke bë pozitë me filonin, Allah e ka shujt ata. Ti s'u ne ka përcen. Kështu që tendenca jote për me mshef diçka. Edhe mos më kon mirënjohës ndaj atij që u kon ura jote, nuk e ndron realitetin. Prap Allahu shekur është Alim. Allahu nuk shpërblen që i bë filmin, po Allah shpërblen që ka ndodhur dhe që ka bë domethënë kaderin e tij. Ndaj ndërlëzër në çka ders, akoma jena në fillim, është e rëndësishme me e pas në konsiderat, por e mujt me kuptu temën, shka i bë më konë Allahu shekur, që është mirënjohës ndaj krijesave të tij, ose ku është habia këtu te kjo temë, është se Allah është absolut. Allah s'ka nevojë për krijesat. Allah te barekuhu teala kur nuk ngel kushtimisht ton borxh te krijesat e veta. Domthon veç Allahu ban mirë. Edhe çdo të mirë shka e ke pe Allahut. Prap Allah subhanahu wa taala është mirënjohës. Prap Allah te barekuhu teala është mirënjohës, thot Allah subhanahu ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. O ju njerëz, ju jeni të varfër dhe nevojtar për Allahun. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Allahu është i pasur, i pa nevojë për krijesat, edhe është domethënë plot lavdi. Çka është emri Ash-Shakur? E kanë definuar dietar kësaj. Kan thonë Ash-Shakir edhe Ash-Shakur thot alladhi yashkur al-qalila min al-amal. Është ai i cili tregohet mirënjohës edhe pse puna jote është pak. Do thonë ti ke bëni sevap dikon, ndoshta shumë ka nevojë. S'ta ka marr mendje që Allahu ta kthen me sa të mira e me sa rahat llok e ku diun çka.
Vepra u kanë e vogël. Ama Allah është e shekur, çat voglën ta shpërblen shumë. Thot, wa yaghfiru al-kathira min az-zalal, edhe shumë mangësi edhe shumë rrëshitje tua ti fal. Wa yudha'ifu lil-mukhlisina a'malahum bighayri hisab. Edhe kush e ka punën sinqerisht për Allahun, Allahu ja shumë fishon pa hesab, domethën veprat e tij. Wa yashkur ash-shakirin, edhe është mirënjohës ndaj mirënjohësve. Wa yadhkuruhu man dhakara, edhe përmend Allahu atë i cili e përmend Allahun. Ti e përmend Allahun, Allah është mirënjohës, Allah e përmend dikun. Thot, o men të qarrab i lej bi shej min al-a'mal as-saliha, të qarrab Allahu minhu akthar. Dhe kushdo që munot mu afrut Allahu, Allahu afrot me ta. Kushdo që munot mu afrut Allahu, Allahu afrot me ta. Çka i bë me kuptu emrin e Shakur? Besoj shumë hadithe keni dëgju, cilat ndoshta ju plotësohet kuptimi i këtyre haditheve në kuadër të emrit e Shakur. Kur e kupton emrin e Shakur, e kupton edhe hadithin e Abu Hurairës që e shënon Imam Ahmedi, Sheikh Shuaibi thotë që hadithi është sahih për Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, se Allah te baraka taala ka thonë, "Men dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi." Kush më përmend në veti, e përmend unë në veti. Se Allah është mirënjohës. Ti si ke harru Allahun, Allah është haram ty. Thotë, "Wa men dhakarani fi mala'in min an-nas dhakartuhu fi mala'in akthar minhu atyab." Kush më përmend me një grumbull njerëzish, unë kam përmend dikun alo më mirë ku ma mirë se ata njerëz. Kom e përmend në qiell, kom e përmend tek engjujt, se Allah është mirënjohës. Kur e kupton emrin Ash-Shakur, e kupton fadhkuruni adhkurkum. Që thot Allah, përmendni mu, unë ju përmend juve. Kur e kupton emrin Ash-Shakur, e kupton hadithin e Abu Hurairës që shënon Imam Ahmedi dhe Muslimi, që Allah te baraka taala ka thonë, ana inda dhanni 'abdi bi. Thot unë jam çish të mendoj robi jam. Çish e ka mendimin tim, çish e ka mendimin e tij, për mua çashtu jam. Thot, wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni. Unë jam me të kur ai më përmend. Thot pastaj Allah Taala thot, wa man taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'a. Kush më afrohet mua një pllon, unë i afrona një kot, një deri mbrël. Thot, wa man taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu ilayhi ba'a. Kush më afrohet mua një kot, unë i afrona një ba', domethënë një pash. Sa i hap domethënë njëri të dy krahët në dy anë. Thot, wa idha aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi wa harwil. Kur çaj hec ka unë shpejtoj kaj. Sa është mirënjohës. Ti tu ec drejt Allahut, Allahu shpejton drejt teje. Ti ec drejt Allahut me kuptu fenë e tij, Allahu shpejton me ti çel kuptimet. Ti shpejton, ti ec drejt Allahut, më koni bindur në farzet, ti e gjen se si Allahu ti çel ut, më koni përkushtuar te Allahut në farzet e Allahu subhanahu wa taala. Kur e kupton emrin Ash-Shakur, mirënjohës, e kupton hadithin që shënon Imam Ahmedi dhe Muslimi pe Abu Hurairës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin, wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyiba, illa akhadhaha ar-Rahmanu bi yamini." Thot nuk ka dikush që jep një sadaka të mirë, e Allahu pran vetëm të mirën, do vetëm halal, veç paqt. Vetë se Allahu kur dikush e bën një sadaka, e merr sadakan e tij me dorën e tij të djathtë. E merr Allahu sadakan e tij me dorën e tij të djathtë. Thot wa in kanat tamra, edhe nëse bëhet fjalë për një hurmë, e merr Allah me dorën e djathtë. Thot fatarbu fi kaffi ar-Rahman, edhe nis mu rrit që ka sadakan në pëllëmbën e Rahmanit, hatta takuna a'zama min al-jabal. Deri sa që kjo hurmë bëhet më e madhe se një kodër. Deri sa që kjo hurmë bëhet më e madhe se një kodër, kama yurabbi ahadukum fuluwahu aw fasila. Sikur se ndonjëri për juve që e rrit një fidan ose një kafshë vogël që domethënë i ka lind. Keni vëmendje një kontribut i vogël, një sadaka e vogël, një ama e rregull, një vepër e mirë po të e kone pastër, atë synu Allahun, te baraka taala, domethënë mu të shfal ditën e gjykimit kodër. Po imagjino veprat e tua që janë si kodra, ç'mund të shfal ditën e gjykimit nëse Allahu t'i rrit, edhe domethënë kujdes Allahu për zhvillimin e rritjes e tyre. Kur e kupton emrin Ash-Shakur, e kupton hadithin që shënon Buhariu pe Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Bainama rajulun yamshi bit-tariq, wajada ghusna shawkin fa akhadha fa shakara Allahu lahu fa ghafara lahu." U koni musliman të ec udhës, edhe ka pa një therr udhës, një xham, një pengesë, e ka morë ka hek, më largu njerëz pi udhës një pengesë, fa shakara Allahu lahu. Allahu tregua mirënjohës ndaj tij edhe ja fali gjunat. Allah, ky ka qenë domethënë prej ebrarëve, ka qenë prej ibadullah, që kanë dashur me atë shpirt bardhsinë e tyre, me bë mirë, me hek një pengesë pi udhës, Allah te barekuhu teala ka qenë mirënjohës për përpjekjen e tij edhe ja ka fal gjunat. Imagjino ndërlëzër, çish mund të më kon dikush me davetin e tij, ose dikush me përkrajën e davetit, që a hek njerëzve therrat e kufrit, të shirkut, të bidatit, të mëkatit për zemrës. Çish mund të më pagu kjo te Allah te barekuhu teala? Çish mund të më kon Allah azza wa jall mirënjohës, domethënë dikujt ndaj dikujt i cili është u kujdes ose përpiqet ose munohet
mi nxjerr njerëzit për errësirës, domethënë mi qitën në dritë. Ose me këtë emër e kupton edhe hadithin tjetër që shënoi Muhamedi Buhariu për Abu Hurairës, në rajulan ra'a kalban ya'kulu thara min al-'atash فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. Një njeri kon të ecë udhës edhe ka pa një qen tu e gërry dheun, tu hangër dheun për etjes të madhe, thot ka shku dikon me kpucën e tij, e ka marr pakuj dhe ja ka hek etjen këtij qenit, thot fashakara Allahu lahu faadkhalahu aljanna, dhe Allahu tregu mirënjohës ndaj tij se ky u tregu mëshirshëm me një kafsh, edhe thot e shtinin në xhenet. E kush qysh mund të më kon dikush i cili o hek njerëzve etjen për udhëzim edhe për dije, padyshim kushdo që do me arte rezultati më i madh i emrit është shakur, është me më koni vetëdijshëm me investu të dija, të davetet, të udhëzimi i njerëzve. Kështu që emri Allah Azza wa Jall, të ndër vëllezër, është për emrave që duhet me të bëjmë reflektu shumë. Është për emrave që duhet me ta ndrru çastin fetari. Është për emrave që duhet me të shtin çetër pazar, domethënë të devotshmërisë, atë sidomos të pas gjithë në konsiderat që Allah është absolutisht s'ka nevojë për ty. Allah është i përkryer edhe nuk ka nevojë për ty, e aq më tepër. Cilën do të mirë ti që e bën, realisht je të bën masi Allahu të ka begatuar me çat mirë. Edhe cilën do hajër edhe ibadet që je të bën, i bie që Allah është të frymëzuar për me bën. Prapë Allah është me një që ti duke bën. Për arsye transmetohet që Musa alayhis salam i ka thonë Allah te baraka taala, ya rab in anna sallaytu famin qibalik. O Zot jam, nëse un fal, na kjo është shkaku i jot se ti më ke begatuar më fal. Do të thonë nëse të mungon namazi, të mungon begatia e Allahut. Thot wa in ana tasaddaqtu famin qibalik. O Zot, nëse un jap sadaka, kjo opiteje. Edhe kjo opiteje se ti më ke udhëzu për me dhon. Wa in ballagtu risalatika famin qibalik. Pa nëse jam t'ia kallëzu njerëzve shpalljet, jam t'ia kallëzu njerëzve mësimet e fejës. Pa kjo opiteje o Zot. Fa kayfa ashkuru? Çysh me të falëndru o Zot? Çysh më tregon me njerëz ndaj teje? I thot Allah Azza wa Jall, ja Musa al-ana shakartani. O Musa, që tash më ki thon faleminderit. Kur e ki kuptuar që ti sun vend dën të falënderimi me plot kuptim të fjalës. Kur vend taj momenti që duket e pamundër, të hupin fjalët mi thon Allahut faleminderit, të hupin fjalët me bindje me ardh që ti për me jemi njëjtë Allahut, që tëra e ki kuptuar se tamam domthonjë ja kish përmenjon Allahut, sikur se i përmeni me Muhamedin në librin e tij Zot, që Musa alayhis salam ka thon Allahut, ilahi kayfa ashkuruka wa asgharu ni'matin wada'taha indi min ni'amik la yujazi biha amali kullu. Do Zot jam, çysh me të falënderu ty kur begatin time më të vogël çka e kam, nuk muj me pagu me këtë veprat çka i kam. Këtë veprat prej kur falna, baj dhekër, lutna, jap krejt edhe nesër edhe shpirtin ja për Allahun. Këtë mi bo bash nuk muj me pagu veç një të mirë shma konë Allah. I thot Allah Azza wa Jall, Musa alayhis salam, al-ana shakartani. Që tash nuk i thon faleminderit. Që tash i tregu mirënjohës, kur e ke kuptuar që ti domethënë kjo nuk ka çosh. Ka zor mi dal domethënë kësaj pune, domethënë më kanë mirënjohës, sigurisht përmendet për Davudin alayhis salam që i ka thënë Allahut, kayfa ashkuruka wa shukri iyyaka tajdidu minnati minka alay. O Zot, çysh më thon faleminderit. Kur sa herë që unë më shkon menja me thon faleminderit, kjo është një mirësi që ti e të ripërtrit mirat e tua ndaj meje. Çysh më thon? Domethënë, në moment që mendoj që duhet më thon faleminderit, kjo ushtua edhe një mirësi e Allahut që më mësoi Allah me thon faleminderit. E pastaj Allah zoti ka thonë al-ana shakartani, që tash ti um ki falënderu. Dikush për njerëzve të devotshëm ka qenë duke kalu ka dikush që kon të lexu Kur'an, edhe ka një duke recituar ajetin Kur'anit, thotë Allahu ni'mal 'abd innahu awwab. Sa robi mirë është ai. Sa robi mirë është ai edhe pendohet edhe kthehet te Allahu. Edhe thot subhanallah yu'ti wa yuthni. Sa i madh është Allahu. Edhe jep edhe të lëvdon. Kush e bani rob? Allahu. Kush e bani mu pendu? Allahu. Allahu po të lëvdon për çat çka Allahu ta ka dhënë. Allahu është çash mirënjohës, çat çka ta ka dhënë për çat është duke, domethënë të ta shpreh mirënjohën. Kështu që me jetu me çket emër të Allahut Azza wa Jall, e që këtu është pjesa themelore e ligjëratës, çka i bella me jetu me këtë emër, ose ku është reflektimi i këtij emri, ose ku mund të na ndryshu ky emër i Allahut Azza wa Jall në jetë, me jetu me këtë emër të Allahut Azza wa Jall i bie që gjithnjë më shumë i shtu veprat e mira. Edhe nëse vepër e vogël, gjithherë më shumë me ndje që ket. Domethënë, në moment e kemi bënë sevap, në moment e kemi lexuar disa ajete, në moment e kemi bë pak dhikr, ndjeja që Allahu është mirënjohës dhe çat kemi gjetë shumë fishuar me ditën e gjykimit. Ndjeja që çfarë vepër diku ka me të bëj hajër në dynjën ahiret. Mos e konsidero domethënë është 1 minutë ose është 10 herë ose është 30 ose është pak ose është kaq, domethënë shifra të vogla. E rëndësishme me ndje që ket që Allah është mirënjohës, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur se shënoi Muhamedi Muslimi pe Abu Dharr, "Qan la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talq." Kur mos e bën asgjë as një vepër të mirë,
Mos mund kur gjë, bile thot rreju muslimanëve me buzëqeshje, bile takoj njerëzit me një fytyrë të mirë. Munon bile me një sevape, domethënë thjesht veç me paraqitjen tonë. Me jetu me çket emër, ash-shakur, i bie me e përmirësu çësjen ndaj Allahut. Çka çësja e dytë, çka çështja e dytë, çka reflektimi i dytë e di që sfidues po çfarës është pa e përmend. Domethënë nëse ti je mirënjohës ndaj dikujt, ti e ke karakterin e mirënjohësit. Domethënë ti si njeri je mashallah i përkryer karakter, koxha shumë njeri, domethënë i formum, edhe je njeri mirënjohës. Edhe ki punë me dikan. Edhe kini kontratë me dikan. Edhe ja jep një detyrë dikujt. Edhe ja jep ato udhëzimet e detyrës, edhe pagesën, edhe kontratën e kështu me radhë. Nëse fjala bie e ka pas një punë me kry për një periudhë caktuar, ai për me fitu kënaqësinë tonë e ka bëu më shpejt. Ose e ka pas me bë deri me një mos caktuar, ai për me fitu mirënjohjen tonë e ka bë 2 fish më mirë se e ki kërku. Çka i bë mu kon ti mirënjohës ndaj tij? Ai bë vesh më pagu hakin, a bën edhe më shumë? Nëse je mirënjohës. Domethënë çka ka bëj për ty? E ki kërku punën për 2 javë, ta ka bë për 10 ditë. Ja ki kërku me një formë caktuar, ta ka bë më mirë. Domethënë nëse je mirënjohës, ti jo vetëm që e pagun hakun, po edhe pagun pak më shumë. Që i bie, nëse ti e bën dhikrin çysh duhet, Allahu të jep Kur'anin. Ma shumë sa kon kontratën. Nëse e ki mirë Kur'anin, Allahu të jep namazin e natës, Allah është mirënjohës. Nëse ti e ki mirë namazin e natës, Allahu të jep namazin me xhamat, Allah është mirënjohës. Domethënë Allahu s'nalet. Ti s'mundesh mua më bëj as Allahu. Domethënë ti tu përkushtuar në dhikr, edhe je të kënaq Allahun se si je të bë kontratën. Formë mbi formave të mirënjohës Allahu ndaj teje, ta çelni derë tjetër të ibadetit. Ta çelni derë tjetër sevapit. Ta çelni derë tjetër, për arsye njerëzit që bëjnë vepra të mira, edhe ngihen, që bëjnë vepra të mira dhe mendojnë që me ta s'ka. Ky nuk është ash-shakur. Ky ka ra dikun tjetër. Se ash-shakur nuk çon aty. Allah azza wa jall që është mirënjohës, ta shton apetitin për vepra tjera. Ta shton dëshirën për vepra tjera. Nuk ngihesh në sevape, nuk ngihesh mundësi tjera që kanë me të ardhur me len Allah te barekuhu teala, domethënë për mu afru Allah subhanahu wa taala. Çka i bëmë jetu me çket emër, ash-shakur. Gjithherë e më shumë kush jeton me emrin ash-shakur, gjithherë e më shumë e fajson vetën për çfarë do lloj gjendje të fetarisë së tij. Gjithherë më shumë bëhet kritik ndaj realitetit vet. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimullah. Thot idha lam tajid lil amali halawatan min fi qalbik wa inshirahan fattahim fa inna rabb ta'ala shakur. Thot më bon thot tu boj ibadet. Mos meni lezet, mos meni qef, mos meni hare, mos mu xhanu gjok si tu boj ibadet. Thot dije thot se ka hiti shka në zemër, që të ndodhë që kjo, thot se Allah është shakur. Domthon lexon Kur'an, edhe nuk e ndjen Kur'anin. Ban dhikr, nuk e ndjen dhikrin. E fal namazin, nuk e ndjen, lutesh, nuk e ndjen. Pse Allah te barekuhu teala nuk është të ta dhon dy shihen. Pse Allah nuk është të ta dhon tyje, domethënë përjetimin. Përjetimi edhe shija është një prej gjurmëve të emrit ash-shakur, që Allah subhanahu është mirënjohës edhe, domethënë ty ta shton më shumë sa e ke bë veprën. Me po mungon shija se ki gabu dikon. Mungon shija se zemra lidh me dikant tjetër krahas Allahut. Mungon shija se zemra u mush me dikant tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Me tu me çket emër vllazni, me emrin Allahut ash-shakur, i bëhet çdo ditë më shumë të ushtu ndjenja e frikës së përgjegjësisë. Domthon shumë punë Allahu t'i ka dhënë, shumë begati, shumë udhëzime, shumë fetarit ka dhënë Allahu, duhet mu tut që çka nëse nuk jam në rregull edhe ash-shakur, në vend që më ashtu vjen ndoshta një efekt edhe një gjurmë me një emri tjetër të Allahut azza wa jall që prap Allah është i drejtë. Për arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se shënim Imam Taberani pe Abdullah ibn Merit, Sheikh Albani thotë hadithi është hasan. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan ikhtassahum bin ni'am limanafi' al-ibad. Allah i ka do rob, jo ka dhënë do të mira kundrejt tjerëve, jo krejt i ka. Ata i kanë do të mira. Kanë dije, kanë pasuni, kanë autoritet. Thot Allahu i ka disa rob. I kanë ata rob disa të mira, mirë po i kanë që m'ju bën mirë njerëzve. Allahu ua ka dhënë jo për ta, ju ka dhënë për njerëzit, për të qenë dobishëm për tjerët. Thot yuqirruhum fiha ma badaluha. Çaq më shumë që e japin, çat mirësi, çaq më shumë Allahu ja forcon. Çaq më shumë që e japin çat mirësi, çaq më shumë Allahu ja forcon. Pastaj thot fa idha mana'uha naz'aha minhum fa hawwalaha ila ghayrihim. Thot kur këta nalën, Allahu ja merr çat mirë dhe çon çetërkun. Domthon ash-shakur ta ka dhënën se Allahu ka mirënjohës. Ndoshta e ka shpërblyer një gjysh prej gjyshëve tu që u kon burri mirë e te këtij ka mirësi. Por me rujti çat mirësi duhet më dhon.
Për me rujt çat begati ti dush më kon zemërxhan me tjertë. Për arsye çdo mirësi që ta kanë Allahu azza wa jall, prej te fetaria, prej te udhëzimi, prej te shpjegimi, e deri te pasunia dush me ndje, në ndjenjë të përgjegjësisë që është shekur ta shton. Nëse ti konsideron që Allah e shton, atëherë domthon ti duhesh me dhon. Me etu me çket emër vllazni është për efekteve kryesore që të shtohet marrja prej Allahut. Të shtohet turpri prej Allahut. Domthon kur e ndjen edhe di që Allah është shekur. Jo vetëm që të fal, jo vetëm që nuk ta gut dënimin, ti e pa fat, po ti pak me bë punë të mirë Allahu t'i shton. Pak me mu përpjek Allahu t'i shton, shtohet marrja prej Allahut, Allah mos me pa tu lëviz. Ty shtohet marrja prej Allahut me të pa Allahut që ty nuk po të lëviz zemra dhe trupi edhe gjymtyrt për Allahun subhanahu wa taala, e sidomos më të shtu marrja prej Allahut, mirësitë e Allahut mos mi përdorën haram. Më të shtu marrja prej Allahut subhanahu wa taala që mirësitë e Allahut azza wa jall mos me i shpërfill. Edhe më të shtu marrë prej Allahut azza wa jall që qysh që të mirësi mos mi përdor në ibadet. Për shembull, kur e kujton që Allah azza wa jall është shekur, edhe kënej e kupton se sa ta ka lehtësuar Allahu subhanahu wa taala sot nxënjen e dijes. Sa ta ka lehtësuar Allahu subhanahu wa taala për shembull mësimin edhe derset. Ai i cili është i lidhur me shekur më marrë mu tregu për ta. E shënon Imam Hakimi, Mustadrekun e tij, Imam Dhahabiu vlerëson për sahih, prej Jabir ibn Abdullah, thot balaghani an rajulin min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithun fi al-qisas, lam asma'hu min. Thot Jabir radiallahu anhu, thot ka ardh haberi pi dikujt që filoni, një sahabi, e ka një hadith për Amiri sallallahu alaihi wasallam, unë se kisha një. Thot fabta'tu ba'iran wa shaddadtu rahli. Thot e blejta një deve, edhe mora udh me shku te çaj me nguçat hadith. Thumma sirtu ilayhi shahran hatta qadimtu ash-Sham. Fa'ataytu Abdullah ibn Unais. Thot dhe më zgati udha një muj deri sa mbrina Sham, edhe takova Abdullah ibn Unaisin, edhe i thash, ka ardh haberi që e keni hadith, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khashitu an amuta qabla an asma'ahu. Edhe thot kapi një frikë po të vend deka pa e njën që këtë hadith, e bleta një deve, një muj udh, me arme ngu domethënë çat hadith. Ai i cili jeton me emrin Allahut është shekur, i vën marrë me shtin opsion, a marr nders mos marr nders. Ai që jeton me emrin Allahut është shekur dhe ndjen si mirësitë Allahut një ders, një mësim, një burim të dijes së këshmëra, i vën marrë pe Allahut, domethënë me çka mundsi, me çka lehtësi, jo një muj udhtem për një hadith. Jo që do të më bleni kafshë, me lën familjen, me lën punën e krejt ato me shku një muj. Është thjesht domethënë menaxhim i një ore. Mund të vën do të marrë për Allah subhanahu wa taala. Ose për shembull thot Abdullahu djali Imam Ahmedit, thot kharaja abi ila Tus mashiyan wa kharaja ila al-Yaman mashiyan. Thot baba jam thot ka shku në Tus, është domthon qytet në Iranin e sotëm, domthon afër Turkmenistanit, diku 2000 km pi Bagdadit, edhe thot ka shku në Yemen, që është 2500 km larg pi Bagdadit, thot edhe në Tus, edhe në Yemen ka shku në kom. Për shkak fukarallëkit, për shkak gjendjes keqe, nuk ka pas mundësi me pas asnjë kafshë me veti. Në kom ka shku me mësue një dije të fesë Allahu te bareke ve taala. Kështu që ai me çato kushte, çai selef me çato kushte, Allah te bareke ve taala është shekur. Edhe grasu Imam Ahmedi ka mësuar milan hadithe. Grasu Imam Ahmedi ka pas verdin 200 rekate. Kjo skapot. Kur ta analizosh ti 24 orëshin. Edhe domethënë me çasi kushte primitive, me çasi kushte minimale, ku kanë pas ata vakt me mësuar milan hadithe. Qysh ka mujt dikush me fal 200 rekate në ditë. Ajo thjesht është rezultat e shekur. Allahu i ka dhënë çasi bereqetin ko. Se ky përdesa ec për Allahun kom, Allah kam ja kthy dikun. Përdesa ky për Allahun e bën çka sakrificë, Allahu kam ja kthy dikun ku nesër edhe historia ka humanis kanë ujt me shpjegu. Ose për shembull, e përmend dikush prej gjeneratave të hershme për mexhlisin e Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali, Shirazi ka qenë imam më të mëdhtë të Shafive në shekullin 5, thot kur ka dash me moj ders Abu Ishaqu në vendin e vet, thot e ka mojtën prej kulmit shtëpisë, shkaku i numrit të madh të njerëzve. Dhe thot Muhammed ibn Habibi, thot kena shku me zon vend prej vaktit syfyrit për me ngu dersin e tij. Deri sa kanë mrri njerëzit e rregull derset e tij deri në 30 vet. Që ta 30 vet, Allah është e shekur, që ta sharrin kallabllak për me ngu çket ders të Abu Ishaqut. Allah është shekur që dy ne jap me sundu botën. A që dy në shapritën me në ders, Allah s'ja mundson as shpjene vetë me sundu. Sa Allah te bareke taala është i drejtë. Me ata u kanë e shekur që kanë shku pi para syfyrit me ngu dersin, edhe me këta që s'ja mundson Allahu as gryn e vet me sundu, është Allahu i drejtë. Se për këtë do të më mësu këtë emrat Allah te bareke taala.
Për këtë arsye duhet me pas njohje për këtë emrat e Allahut subhanahu wa taala. Çish mund të më shpjegoj në gjendje e selefit? Vetë Allahu azza wa jall, shkaku i përkushtimit të madh tyne, Allahu azza wa jall ka mësuar këtë dynjë me sundu, edhe shkaku i zemrës ngushtësisë ton, Allahu te baraka taala domethënë na i ka kushtuar renat, kështu që veç me e marr çka në konsiderat vllazni. Domethënë, ki mor abdes me ujë të ngrohtë. Edhe ki shku me fal namazin me xhamat. Edhe e vesh, edhe e parfumos, edhe e taku me vllazni, edhe disponim edhe gjithçka, edhe thjesht pak me menaxhu me armë nguni ders. Domethënë, kur çka të shpërfill, pastaj domethënë nuk ka rezultat prej shekurit. Ka pastaj rezultat tjetër për shkak domethënë të investimit keq. Ose për shembull një shembull tjetër. Kur e kujton se Allah është shekur, të vjen marrë mos me pas plan serioz namazin e natës apo namazin e sabatit me xhamat. Domethënë, selefit nuk i ka hik namazin me xhamat. Selefit nuk i ka hik namazi i natës. Aty cilët selef, aty në të cilët e kanë pas shtëpia, domethënë na sot nuk i konsiderojmë shtëpia ato. I kanë pas kushtet primitive edhe domethënë katastrofë minimale, saqë sot nuk jeton kurkush më sot ashtu. Domethënë as nuk ka pas ujë të ngrohtë, as nuk ka pas tre, as nuk ka pas një ambient domethënë të këndshëm, as nuk ka pas shtroje të mirë. Krejt kushtet janë kon minimum. Krejt kushtet janë kon edhe u çun çat ftoft ka shkuar ka fal namazin e sabat. As drejtim të rrugëve, as kur gjej. Domethënë 100 herë ose 10 mijëra herë më pak kushte se ti, aty si ka ibadetit ty të hik, madje ty të hik, edhe nuk e ke as në plan. Për arsye se domethënë nuk është të funksionu lidhja me domethënë shekur i cili domethënë të shpërblen me pak që i të bë domethënë shumë ose për shembull leximi i Kuranit edhe mushafat. A dini se në të kaluamën mushafi me një shtëpi ka qenë pasuni e madhe. Me pas një familje, një mushaf, u kanë domethënë treguar se ata i kanë rënë shumë mirë. Domethënë njëri ka mujt me lexu Kur'an, çka ka ditë për mend ose ka shkuar në xhami, s'u kanë pa mundur, u dash me udhëtu dikush 1000 kilometra, 2000 me pru një kopje, një ekzemplar të mushafit. Ti sot e ke në telefon, ti sot e ke në dhomë, e ke në xhami, e ke në mekteb. Ku të shkosh e ke Kur'anin dhe prap nuk e lexon. Domethënë a nuk është marrë kjo pe Allahu azza wa jall. Ose për shembull kur i menon të mirat e tjera që i kanë në përditshmëri, edhe që nuk kanë bëjnë këto thjesht domethënë me emrin e shekur. Tu kanë bëjnë edhe me pjesë të tjera, mos i na të provoku hidhnimin e Allahut azza wa jall. E pastaj më shumë me sforcue ndjenën dhe lutjen tek emri El Halim. Kështu që sa më shumë që jeton me këtë emër e ndron çastin fetari. E ndron kontratën tonë me Allahun subhanahu teala dhe shumë do punë që si ki pas plan, duhet me menu tash me ishti domethënë planin e ibadetit. E një prej formave më të mëdha që duhet me ndryshu, kush jeton me emrin El Shekur, është gjithnjë më shumë me dashni dhe me pasion, me pas qef me fol për Allahun. Domethënë, jo ky qefi me fol për shkon në trend edhe shkon politikat ditore edhe shkon temën e javës. Na temë kryesore kena Allahun, kena qef me fol për Allahun, e sidomos kena qef me fol për emrin e Shekur. Më thonë më men filan punën çto e kom pas bë, Allahu ma kthej çështon. Filan vendin e kom pas çelionit një udh, Allahu mi ka çel 10 dikun tjetër. Me fol për Allahun. Për arsye Davudin alayhis salam Allahu azza wa jall sikur se përmend Fudaili, i ka thonë Allahu azza wa jall Davudit, o Davud, dush më mdasht mu, mi dasht ata që më dojnë mu, edhe bani njerëz më mdasht mu. Ka në Zotun e du ty, edhe i du ata që ty të dojnë. Po qysh mi bon njerëz me dash ty? I ka thonë Allah azza wa jall, shumë folju mirë për mu. Shumë folju njerëzve mirë për mu, falë se si unë jam Shekur, falë se si unë jam El Halim, falë njerëz që jam El Ghafur, qysh jam unë domethënë që ja mblej njerëzve të metat, ja fali gjunat, ja pranoj pendimin, ju ashtoj domethënë shpërblimet, edhe secili prej neve në vëllezër padyshim ka me dhjetra, me qindra, me mirë raste me kallëzu se Allahu është tregu shekur me ty. Allahu tregu shekur me prindët tu. Allahu është tregu shekur me popullin tan. Allahu është tregu shekur me xhamatin tan. Domethënë Allahu subhanallahu vazhdimisht tregohet shekur, po na duhet domethënë me e bë muhabet. Saktësisht ka shumë çka më thon këtë temë, po nuk po duam me e konsumu, nga që pas kësaj serie kena me pas një seri për zemrën, pastaj një për emrat e Allahut azza wa jall, pastaj një për dhikrin ashtu që ka radhit që jon Sheikh Khalid Septi, më po përmbylli me ajetin që vetë e komentuam. Domethënë, çish është fillimi i surës, njëri sukoni përmendëm hiç, njëri koni dopt, njëri koni pa vlerë, njëri kështu dhe kështu, edhe mas pranë ti Allahu na kallzon se do gjuhën xhenem, do i në xhenet, edhe mas pranë ti thot inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura, që kjo është problem për juve, dhe shkat përpjek në ju, keni me gjetë mirë njohje për këtë. Sikur se Allahu na thot, ti që je insan, ti je i dopt. Ama kur ki punë me shekur, ti mrin në xhenet. Kur ki punë me shekur, ti s'del pi udhë. Kur ki punë me shekur, ani pse i dopt. Ki u bërë robi devotshëm edhe për kushtuar ndaj Allahut, edhe me fitu xhenetin Allahut te baraka taala. Allahu na bëfë onore xhenetit, sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.